Në Kazakistanin perëndimor, shtrihet një zonë që nuk ngjan me asnjë vend tjetër në botë, lugina e topave, e njohur në vend si Toryush. Kjo luginë e çuditshme është e mbushur me një sër formacionesh guri masive, të ngjashme me topat, disa të mëdha sa makina, ndërsa të tjera janë të vogla sa mermeret. Këta shkëmbinj sferik kanë intriguar shkencëtarët, aventurierët dhe teoricienët për vite me radhë duke ngritur pikpyetje rreth origjinës dhe qëllimit të tyre, por çfarë i bën ata kaq të veçantë dhe pse kanë mbetur një mister kaq i gjatë. Lugina e topave nuk është thjesht një luginë gjeologjike, është një mrekulli natyrore që daton mbi 150 milion vjet më parë. Sipas gjeoshkencë, sferat besohet të jenë formuar gjatë periudhës Jurasik dhe Kretakut, të hershëm midis 180 dhe 120 milion vjet më parë. Të shpërndara nëpër toka mes maleve, luginave, shkretëtirave dhe tundrës, këto topa guri misterioze përbëhen kryesisht nga çimento, silikate ose karboni, duke u dhënë atyre strukturën e tyre të fortë dhe të shndrueshme. Pjesa magjepsëse. Format sferike të këtyre gurëve nuk janë krejtësisht të rastësishme, ndërsa shumë besojnë se këto formacione janë rezultat i konkretimeve masive, ku sedimentet grumbullohen rreth një bërthame më të urtë. Madhësia e madhe dhe uniformiteti i sferave sugjerojnë se historia mund të ketë më shumë se sa duket në sy. Shkencëtarët përgjithsisht bien dakord se gurët janë produkt i proceseve natyrore gjeologjike, ka teori alternative që kanë ngritur vetullat. Disa sugjerojnë se këta gurë mund të jenë mbetje të qytetërimeve të lashta që i paraprinë historisë së shkruar. Këto teori shpesh krahasohen me sfera të tjera misterioze që gjenden në vende si Costa Rica dhe Bosnia, duke ndezur debate nëse ato mund të jenë artefakte të mbetura nga kulturat e humbura. Komuniteti shkencor ka paraqititur shpjegime të tilla, si megasferuliteti, topa kristalor të krijuar nga hiri vulkanik, dhe moti sferoidal, një proces ku shkëmbinj rryen në formë sferike për shkak të kushteve perfekte të motit. Megjithatë, polemika nëse këta gurë janë gjërësisht natyral apo janë mbetje të një qytetërimi të lashtë, vazhdon të ngjall kuriozitet. Një nga arsyet pse lugina e topave mbetet kaq enigmatike është vendodhja e saj e largët. E vendosur në Kazakistanin perëndimor, lugina është larg qendrave kryesore të popullsisë dhe mbetet të vështirë për të aksesuar. Kjo ka mbajtur kërkimin në minimum, pavarësisht një interesi në rritje për këto formacione antike. Mjedisi ashpër i rrethuar nga malet, shkretëtira dhe tundra e bën një sfidë për shkencëtarët që të eksplorojnë çdo pjesë të luginës. Megjithatë, lugina e topave vazhdon të magjepsë imagjinatën e tyre, që guxojnë të futen në thellësitë e saj. Studiuesit dhe aventurierët po të riqen nga zona dhe shpresuar të zbulojnë më shumë rreth sferave të lashta prej gurit dhe origjinës së tyre. Pra, cilat janë saktësisht formacionet e çuditshme të luginës së topave? A mund të jenë mrekulli gjeologjike, rezultati i forcave natyrore, apo kanë formësuar tokën gjatë miliona viteve, apo janë dëshmi e një qytetërimi të lashtë që ka ekzistuar shumë kohë përpara historisë së regjistruar? Derisa të kryen eksplorime dhe kërkime të mëtejshme, përgjigjet mbeten ende të paqarta.